Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit. Do të fokusohemi në dy zhvillime, çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike dhe në korrupsionin e madh që ka kapluar qeverinë Rama. Një degradim moral i qeverisë Rama dhe tashmë ligji do duhet në fakt japi përgjigje. Do duhet japi përgjigje për atë se çfarë ka ndodhur në qeverinë Rama. Duket se korrupsioni, babzia, makutëria, mos pasja e limiteve apo edhe funksionimi si një organizat kriminale ka marrë formë nga përgjimet e SPAK-ut. Ka marrë formë një pasqyrë e vërtet që duket sikur është një band dhe jo një qeveri. Një band e cila shpenzon me 10 miliona euro çokolata. Një band që shpenzon me 10 miliona euro dhe me 100 miliona euro tender të miqtë e vet. Një band e cila pi ver nga 33.000 euro, një band e cila konsumon degenerim edhe korrupsion në çdo moment. Këtë do diskutojmë fakt në dy prizëm. Do diskutojmë çfarë po ndodh me Partinë Demokratike. Pastaj do diskutojmë edhe çfarë po ndodh me Akshin. Kam kënaqësinë të kem në studio në fakt avokatin e njohur zotin Romeo Kara, avokat, përshëndetje. Përshëndetje Ermal. Avokat, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit ju. Avokat, e nisim në radhë të parë me çfarë po ndodh në PD, duke qenë se dhe opozita ka rëndësinë e vet, dhe më pas të shtjellojmë më pas çfarë po ndodh në këtë grup, se qeverisë mund t'i themi dot më tashmë që të gjithë njerëzit po i shkojnë pas sekurave. Dua një shpjegim si e pat protestën e dieshme të Sali Berishës, a ju la ndonjë shenjë, a ishte në pritshmëri tuaja, të paktën nga eksperienca juaj? Për mua është pozitive që njerëzit të vrasin frikën dhe ta kuptojnë që kur dështojnë institucionet, fjala i përket sovranit. Pra, mendoj që zgjidhja vetme është që popullit të marrë në duar sovranitetin e tij dhe ta mbylli këtë epokë ku në garë forca politike kanë qenë përgrabitur pasuri publike, duke zhbërë çdo lloj vlere dhe sidomos shpresën, duke zhveshur një pjesë të madhe popullsisë nga mjetet e tezës. Ne sot kemi shifër që rreth 1/3 jeton në kufirin e varfërisë. Pra të jesh i varfër është gjë tjetër, po të kesh në kufirin e varfërisë është mizerje. Gjë që ka detyruar njerëzit të dehumanizohen, të kthehen edhe në zombi dhe të largohen një orë më parë nga ky vend. Por mua ka qenë një genocid politik i kryer nga një qeverisi që unë i ve emrin kleptokraci, po në gjuhë popullore do ta quaj banditokraci. Dhe shoh që dje kemi parë që ka dështuar për një kohë gjatë opozita se nuk ka pas frym, nuk ka pas motiv, po dje unë pash një frym të fortë proteste. Një frym të fortë proteste. Proteste. Pra, nuk ka rëndësi se kush u bë sebeb, sa aty ka qenë Berisha dhe nuk i kam mbledh deri tani, por në këtë moment njerëzit duan të protestojnë. Dhe duan që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt. Pra shohim zyrtarët më të lartë me akuzat për te imagjinatës. Edhe si lloj akuze, po dhe si sasi. Pra kur flitet për shpërdorime 100 miliona eurosh. Për mua dhe për çdo njeri që ka një përvojë e të mëparshme, e kemi ndjerë mirë kur ra sistemi në gjithë Europën lindore, jo më tani që e ndjejmë shumë mirë. E kam ndjerë mirë që në 96 dhe fundin e qeverisë Berisha 1 dhe sot unë dhe shumë njerëz tjerë e ndjejmë mirë që kjo qeverisje ka rënë dhe për vetë fajin
për heshtjen dhe mos reagimin, pra du të ishin të parët socialistë ndershëm që të reagonin dhe jo të alini situatën që për mua ka dalë jashtë kontrollit dhe kemi momenti qeverisë që është në rënë të lirë. Institucionet po pengohen, sidomos institucionet e drejtësisë, pjesa tjetër institucionet janë të kapura, dhe kështu që e vetmja rrugë për zgjidhjen e kësaj situate është protesta, edhe po të shohësh sa më fuqishme të vi protesta, aq më shumë do të kthehet shpresa. Prandaj të situata ja vlen të analizohen edhe në detaje, po mbi të gjitha të shohim që pas kanë ngel, se këta mendojnë që s'ka popull fare, e zhbën Shqipërinë. Pra me statistika, 2.250.000 shqiptarë janë jashtë kufive. Mendo se jemi gjithse, 3.8 thonë këta, pra 1.550.000 biga i bie që ne të jemi në Shqipëri. Megjithatë, kjo gjë ngele për të parë në të ardhmen, por një njeri, sikur të ngel, ai duhet mos e pushoj luftën dhe protestën e tij kundër padrejtësive. Sidomos kur padrejtësia përkrahet nga një sistemi tërë i kapur qeveritar në qendër edhe në qeverisin lokale. Romeo, në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime, Partia Demokratike thriti protestën për të rrëzuar Edi Ramën dhe mbas protestës Flamun Noka përjashtoi nga Partia Demokratike Ervin Saljanin, ata pretendojnë që vija e kuq është bashkëpunimi me krimin, prova deri në këto momente nuk kanë nxjerrë. Si e shikojnë që edhe në këtë moment Partia Demokratike vazhdon përjashtimet dhe vetë zoti Berisha tha kaloi vijen e kuqe. Si e shikojnë këtë sjellje të Flamun Nokës? Ma ke bërë të pyetje edhe në kalume, unë thash nuk kam informacionet e sakta. Nëse takimi i Elbasanit tani e kanë përjashtuar ata. Po më mirë, nuk po tani se çfarë bëjmë dhe ne se këto pyetje janë, pa duam ne s'kemë në qef të madh. Përjashtimet në parti fatkeqësisht kanë filluar që në 92-shin, po vazhdoj me këtë të fundit. Nëse po supozoj, domethënë, nëse janë të vërteta këto që thuan, që për takimin e Elbasanit kanë ndikuar banditët e zonës, që kanë marrë pengë Elbasanit, për çdo forcë politike kjo do të ishte e rëndë. Nëse nuk janë të vërteta, atëherë vazhdon retorika e vjetër e përjashtimit dhe luftës me ndimin ndryshe. Unë mendoj që në këto momente çdo përjashtim i bën dëm opozitarizmit. Se dje u bë një thirrje. Çdo përjashtim i bën dëm. Po, patjetër. Dje u bë thirrje që të bashkohen të gjithë njerëzit pavarësisht bindjeve politike dhe për këtë unë mendoj që duhet të shëmbim ca mure. Me dhjetra dhe qindra socialistë ndershëm komunikojnë me mua, ka qenë dashamirës për i vërtetës, edhe unë komunikimi me ta kam pasur dhe kur kam qenë PD, dhe për këtë ka dëshmimtar, edhe jashtë saj, por duhet të solidarizohen me pjesën tjetër të popullit. Edhe nëse ata punojnë me ndershmëri, jetojnë pak më mirë se të tjerët, duhet kalojnë kufit meskin. Shqipëria nuk bëhet duke parë se cili punë e tij. Shqipëria do bëhet kur ne të realizojmë për herë të parë si duhet dhe sa duhet një solidarizim të mirës ndaj të keqes. Tani ky shtet i marr peng. Ai prek dhe socialistët ndershëm pa dyshim që i prek. Për hir të kujt duhet të bëm akoma partinë dhe liderin mbi Shqipërinë, mbi familjet e tyre, mbi parimet, mbi Zotin. Ta kthejmë liderin në fe. Ti kthejmë interesat parime. Nuk është kështu, nuk funksionon më kështu. Ne nuk mund të jemi populli përçar,
me 2 ngjyra, partijak. Pra nëse do të thyet kjo dhe socialistë ndershëm do të dalin nga guacka tyre, po të kishin dalë më përpara, s'do ishte kjo qeverisje. Që unë e quaj me plot gojën banditokrasi, por tani është emergjente dhe zgjidhja vetë me Ermal ka 3 element që do të kombinojmë me një tjetrin. Solidarizimi i njerëzve në protest, që është shumë e rëndësishme, populli thot fjalën e tij, faktorin ndërkombëtar dhe përkraje e plot për të avon sa më në eficient sistemin e drejtësisë. Ta harrojnë që mund të shkojnë me 2 standarde në lidhje me sistemin e drejtësisë. Çdo forcë politike progresive duhet të jetë një aleate me bindje dhe fanatike bile e sistemit të drejtësisë. Kështu që kohët e reja kërkojnë standarde të reja. Ne duhet ta vendosim këtë standard. Ajo që i bashkon shqiptarët duhet të jetë më e madhe dhe më e fortë se ajo që i ndan, se ngjyra politike. Në fakt, Romeo, pra të shohim për te gardheve politike se... Të shohim për te gardheve politike, thoni ju, po... Kjo lojë politike deri tani ka qenë pengëmarrëse e fateve shqiptare. Po duket sikur përsëri është pengëmarrëse, Romeo. Aktorët politik, për shembull, po ta marr dhe këtu kërkoj mendimin tënd edhe si njohës i mirë i kësaj të ngjarje. Saljani me drejt kërkon PD-n. Berisha do PD-n. Adriatik Lapa i thot, po duan të vinë bashkohen me mua si qytetar. Agron Shea i thot, unë zbashkohen me ata se tani ndryshova mendjen që ne duhet mbështesim drejtësinë se deri para pak kohësh mbështesja Berishën, thot. Arlind Qorri thot, unë nuk bashkohem. Në anën tjetër, vula e Partisë Demokratike është në një betejë në gjykatën e lartë midis Berishës dhe Bashës. Si ta gjejmë ne këtë gjykë me këta? Unë mendoj që të dalim nga kjo retorikë Ermal dhe të dhash një zgjidhje shumë të pasër, shumë të qartë, e të thjesht, po pikërisht pse është e thjesht, unë e shoh si zgjidhjen e vetme. Solidarizim i të mirës ndaj të keqes. Pra ka dy shkallë kjo punë. E para të përballemi me të keqe, si popull, ajo e mirë që kanë ngelur, ta inkurajojmë, se brasja frikës është shumë e rëndësishme. Frikë nga shumë aspekte, nuk është vetëm frika për jetën, se po na vjen gangsteri, se ka që se kanë frikë ata, po kanë frikë vendin e punës të tjerë. Ta inkurajojmë, ta kthejmë në institucion solidarizimin. Po të kishte popull, s'do guxonte dikush pushonte një nga puna kështu me pa drejt, si qenë e pavlera. Po. Shumë e vërtetë. Dhe kur të mblidhe populli atje, ta merrte administratorin edhe kazan plerave, do e shihnin këta që nuk mbrohesh këtu, të mbrosh palikshmërinë ti me organe ligj-zbatuese dhe me forcën e qeverisë. Se ne kemi bërë, vetëm ne kemi bërë, nuk kam parë rast tjetër, unë po e studioj, po e shoh. Rast tjetër të degradimit të rënies së shtetit në pozitat e krimit totalisht si tek ne. Nuk ka rast të dytë. Po kur çot populli, ku i ke kriminalët që rinin afër ministrave? Ku i ke? Pse s'ndjen? Ajo dje ishte një vulkan aty në shesh. Ku i ke? Shkojnë i kapin njerëzit mbasi kanë ikur shtëpi, po kur nesër çohen edhe s'do ketë polici ndaloj. Po ja ta bëj shumë si avokatin e djallit Romeo. Po që vulkani ishte 1 orë aty, vulkani 1 orë është? Jo. Ajo që është e vërtetë, është e vërtetë. Dje ishte një protestë shumë e madhe, jo e madhe, shumë e madhe. Po unë jam rritur në protesta, Romeo, tani. Po prej tani, ka vite tëra që nuk mblidhen aq njerëz aty. Dhe kemi takuar njerëz e para se të ikin protestën, pasi kanë ardhur nga protesta. Dhe i pjesë të tyre thonin boll më. Mjaft është mjaft.
Tani, unë nuk mund të bëj rolin e grefthyesit. Ka një motiv të drejt, nëse nuk qohemi sot, kur do qohen shqiptarët? Kur do qohen? Kur ti doj bytha këtyre të katrave që the ti? Po nuk është shumë, nuk funksionon kështu normal. Tani këta shqiptarë atë kanë zgjedhur, atë forcë politike kanë zgjedhur protestojnë, ti organizojë. Nëse do t'i japin gjyra për te partisë, do t'jetë gjë më mirë. Po ku mos protestojnë fare tani, për inat, vazhdojnë tani bjeri t'i bjem retorikës se është Berisha po është Rama. Kjo nuk shkon më tjerë mal. I kisha fëmijët nën moshën ligjërisht, i quheshin të mitur, janë bërë burra, po kryen familje. Me porsihanet e këtyre, duke instaluar një retorik me demek anti-Berish, edhe duke bërë këtu atë që nuk e bën as një papi zi nuk e bën. Kur marrin për anti-Krishin, përmendin atë anti-papën, nuk ka lënë gjë pa bërë. Do të çojë atë fajlin tjetër, 200 ca faqe që ka dalë për Akshin. Se do e prekim me Akshin, se është tema më interesante. Sot e kam printuar. Do më japësh 2-3 ditë kohë ta shoh me qetësi. Dakor, se ne do ta vim me qetësi. Kusur nuk kanë lënë normal. Akuzoi Arben Ametaj për llogaran, akuzoi për Akshin, akuzoi për verën $33.000. Aty e ke verën. Do ketë pirë dhe vetë në ingoda i me këta. Ora ai që ka pirë edhe ka bërë dhe ai zullume me fakte janë nxjerrë dhe unë. Po akuzoj. Dhe doli e vërtet e vera tani. Ermal, ka rënë shteti Ermal. Dakor, moralisht shteti këtu ka rënë. Atëherë çfarë duhet bërë? Unë nuk shoh si një person që kam një përvojë politike jo të vogël, besoj se kam minimumi pak në nivelin mesatar, një formim juridik. Unë nuk shoh formë tjetër përveç se protestë deri në vendosjen e ligjshmërisë. Kupton? Edhe nuk është kaq e thjeshtë. Unë mendoj që po shoh pak më përpara. Siç e kuptuam në 90-ën që po binte sistemi komunist totalitar në të gjithë Europën lindore dhe qendrore, kështu unë e kuptoj shumë mirë dhe shumë të tjerë që ne jemi në mbyllje të një epoke dhe në hapje të një epoke tjetër tani. Koha është tani. Koha është tani. Koha është tani. Koha është tani për Koha është tani. Le të formohen forcat e reja politike, karaktere të reja me shpresë për të nesër, le të formohen në këtë zjarr proteste. Se nuk ka më tani, po nuk ka më. Edhe nuk besoj. Pastaj zgjidhet kjo punë, le të konkurrojnë pastaj. Kush fiton? Edhe me një ligj më të saktë. Duhet në zgjedhjet e tjera shqiptarët s'mund shkojnë me të kozgjedhor. I paremrova, ke qenë vetë dëshmimtar. E di shumë mirë. Edhe thanë, një për tyre ta unë i besoj sistemit, nuk i besoj revolucionit. Ky popull duhet çohet, duhet ta bëj revolucionin e vet. I besoj sistemit, po porime çadër te kryeministria nga sistemi ai tani, po. Tani gjë. Nëse ke qëllim patjetër bësh faktor, domethënë që kjo tregon se vetëm këtij lindi përgjegjësia për ta bërë Shqipërinë. Ne që punojmë në çdo vend, mundohemi të jemi të vërtetat pa egoizëm, ne jemi budallëj. Çdo njeri do t'i gëzohet punës tij, edhe me karrierë, qoftë politike, qoftë administrative apo profesionale. Por problemi është kur unë mendoj se jam më i pjekur se ty, dhe të shoh ty hapa që nuk është, ti bën për vete brezin tënd dhe pjekurin tënde më poshtë. Besoj çfarë të kam thënë të dolën. E vërtet është. Unë prap nuk janë atë moj. Po të mos mendojnë e dyta, nuk kanë pas tyre njerëz për të bërë qoftë ministri, qoftë dikaster. Është gjë e madhe ti gjesh njerëz. Shumë dakord jam. Është gjë e madhe. Ku me përsipër me këtë do bësh ti. Po, është vërtet. S'kishin njerëz as për t'i çuar, për të mbushur listat. Me teze, me daje, me xhaje, me halla, me këto. Është edhe pjesa tjetër që duhet kesh dhe një ekip me profesionistë nga pas. Duhet të bjerë uni, nuk bëhet Shqipëri. Ne kërkojmë të vendosim parime, jo zgjidhje personi. Parime. Nëse do tjetë për të zëvendësuar një person me tjetër, kur mos u zëvendësofshin më.
Këtu le të rikjelloj politike edhe këtu le të zhyten. Po ne themi për parime, për sistem. Tani sovranitetit duhet të kthehet popullit. Se kontrata sociale ka rënë normal, kam kohë që i bie kësa kam bana. Dhe kjo kërkon që popullit të fjalën e tij. Romeo, ndjes që ndërpres, por po na ndjekin disa prej njerëzve. Miku jon Gasper Legega ju shkruan po ju djeg live nga Texasi. Në anën tjetër kemi Ori shkruan i vetmi që e ka thënë me kohë që duhen çohen, që para zgjedhjeve me kodin zgjedhor, kur një pjesë kanë thënë revolucion, dhe duhet japim mbështetjeve, thot partive të reja, thot Kristi, të punësuarit janë trembur jo vetëm nga pushteti, por nga vendi punës, por edhe ardhja në pushtet e qetës së Berishës. Këto janë disa prej komenteve që shohim. Patëm përshëndesim mikun ton nga Texas Gasper, edhe komentuesit që na ndjekin live. Tani, nëse do bëhen zgjedhje të lira të ndershme nesër, që nuk do kontrollohen për mua, mos ketë më kontroll politik mbi komisionin zgjedhor. Le të shkojnë njerëzit protestet tonë. Ne nuk duam nesër këto, ta bëjmë memorandumin e Gërçës atje, me 10 me 5 pika, nuk ka rëndësi. A është garanci kjo që njerëz pavarur, një strukturë pavarur shtetërore, pa lidhje me partitë, po vetëm në zbatim të ligjit me një kod tjetër zgjedhor, që krijon tregun e lirë politik, që deri tani është në duopol. Pra kemi oligopolet, duopolet edhe monopolet. Ka qenë monopoli dy partive, duopolitet. To do t'jenë garancit nesër. Pra të qohemi jo për të hequr lenën e të vëmë prenën. Por që kjo situatë tani kërkon që ne themi fjalën tonë. Si mendon ti Ermal? A është normale ne të mos reagojmë sot? Nëse ne nuk reagojmë sot, a i kuptoni pasojë që do t'jenë nesër? Unë mendoj që duhet reagojmë, po reagimi dhe duhet vide mbi disa parime, Romeo, se nuk mund vide reagime mbi pa pasur parime, principe. Edhe njërë, se këtu njerëzit radhë parë duhet bind dakord parimisht, duhet reagojmë apo jo. Pastaj kalohet në garancit të tjera, mënyrë se si merr garancit. Por qofse ti dhe miqët tuaj shkoni nesër në protest, bashkë me mua, po i bashkohem unë juve. Dhe ne ngrem zërin për ato drejta të cilat janë prekur gjithë shqiptarëve. Ne nuk po çohemi për drejtat e opozitës, ne po çohemi për drejtat e shqiptarëve, apo jo? Shumë dakord. A do formohet ai grupimi juaj i të rinjve në këto përballje? Po këtu prit gomare, bi bar, prit të vetë rregullohet gjendja, pa dhënë se cili kontributin e tij nuk rregullohet kjo punë. Jemi çuar dhjetor të 90-s pa e njohur fare njëri tjetrin. Ku kishim pasur ne diskutime politike me njëri tjetrin, maksimumi me shokët e dhomës, edhe shokët e ngushit ishim atje, ose brenda fisit, brenda familjes. Ku e dinim ne si çfarë burri ishte ky apo ai. Kanë ardhur aty, siç kanë ardhur. Ish komunist të ndershëm, dorëzuan tezën erdhën me ne, na mbështetën ne. Ashtu në rrugë sipër për mua. Fatkeqësisht, dolëm nga grevoris pas 3 muajsh. Në 22 shkurt kur kemi dalë. Universitetit ju që Emri Meroxha, u ndan 4 universitete, ne shkuam në shtëpi, vetëm ban provime. Dhe zhbërja e universitetit, domethënë, çuara e studentëve në shtëpi, e preu vrullin e PD-s. Dhe po them, nga marsi 91 e këtej, nuk ishte më e PD studentëve. Hynë të tjerë pasaj. Iku, po ne aq sa ishim, prap u solidarizuam, mos jam tepër. Kuptuam që duhet çoheshim. Tani, çfarë po ndodh sot? A ka një, unë nuk di, a ka një parametër këtu sot që ne të mos çohemi? Atëherë dinim nga po iknim, s'dinim ku po shkonim. A ka në një mashtrues tani që mund na thotë ne
që nesërmja do bëhet siç u bë prapë në 91-2. A nuk jemi të lexuar apo s'kemi më përvojë? Kush mund të tregoj pralla se çfarë ligji do të zbatojmë ne? Kush do vit na thot më çekun e bardh? E gomarrligje tjera. Kështu që unë mendoj që ne duhet ndahemi ta mbyllim këtë epokë. Një shtet rënë pozitat e krimit, nën fojt e krimit, si asnjëherë më parë. Nuk mund të jetojmë të qetne. Ka Afrika në vend i punës. Po ço, solidarizo. Mos lejo dikë të të heqë nga vendi i punës. Të dënoj me vdekje. E do të vëmë ligje shumë forta dhe për administratën. Romeo. Ata që janë përlyer, ju shohin dhe pasurinë si është shtuar. Dhe janë pasuruar ndërkohë që po një pjesë tjetër administratës është varfëruar, të siguroj. Po, është e sigurt Se korrupsioni këtë punë bën. këta të pa shpirt zhversuan paran. Ajo rrogë që me cilin jetoi për para 2-13 vjetëve, nuk jetohet më sot. Këta vranë shtresën e mesme, që mund të krijojnë në administratë. Vranë sigurinë në administratë. Po ku shparë më? Hikën një ministër socialist dhe bjen një tjetër në atë dikaster. Ai heq njerëzit e ministrit parë. Ku pyesin këta më? Ta kanë shpallur luftën e klaneve në mënyrë të hapur brenda partisë tyre. Për dominim, për pushtet, për pasuri. Aty thoshte, ai thoshte do Nuk është parë. Damjanin do i çojmë çunat ti bëjnë ropt, këtë ministrin tjetër do Mor t'ja bëjnë nga i pari ke i fundi se nuk po intereson ai, se një për tyre është ai, po flas për këtë. Ku është parë këtë dukuri? Ku është parë këtë dukuri? Se vetë kanë lypur. Vetë shkuan, ulën në prejën e kriminalëve. Kupton? Kështu që ne duhet të çohemi. Edhe ajo protesta atje të çohen edhe për ata që janë arrestuar se kanë protestuar. Nuk ka tani frenosh protesta ti me arrestime, me friksime. Të çohen tani para komisariateve. Dhe nëse ndodhë që dikush që quar protest, e kanë hequr nga puna, kanë kërcënuar për të nga puna, të çohen aty në vendi punës, ta bllokojnë. Mos dalë asnjëri në atë vend pune. Unë po flas për një protestë mbar popullore dhe kjo nuk vjen po se edhe me frym. Pra çdo shqiptar ta neverisi padrejtësinë ku është. Është e thjeshtë normal, duket sikur nuk ndodh. E kanë bërë vetë po e bëj vetë. Ku është me padrejtësinë ta neverisësh? Ta luftosh atje, se po të qëndrosh tjetër në drejtën tënde, do t'ja bëj pyetjen vetes ai. Se në këtë tokë para Zotit jemi barabartë, si unë e si kryetari i shtetit. Tani, Romeo... Çdo njeri do t'i bëj pazar vetes tij pastaj. Romeo, në këtë pazar që ne shohim, në këtë tregti që shohim, e para është duket sikur Edi Rama nuk ka ndërmend ta lëshoj Belinda Ballukun. Nuk ka mbajtur akoma një qëndrim, ka folur në rjeshta që është kjo gjukat që hyn kështu në qeveri, ka thënë, ka atakuar SPAK-un. Si shikon reagimin e Edi Ramës? A do të përplaset Rama me SPAK dhe amerikanët për Belinda Ballukun, apo do e dorëzoj? Amerikanët kanë faktorën e tyre, pa në tash 3 faktorë. Faktori ndërkombëtar, protesta dhe drejtësia. Këto janë 3 faktorë. S'më intereson fare çfarë bën Rama. Ku zhej do të zbrezi nga kali? Po ai të tjerë ti ka shitur me zonjën Belinda Balluku, edhe një po të kishte janë ngjarje tani. Po tani un po them ty po tregoj zgjidhjen. Ti më thua mua ç'a bën ai? Ç'më duhet mua ç'a bën ai? Ç'a bën ai që i ka hyrë kuriz? Ti më thua mua. Ora ai kontrollon gjithçka sot. Ora Romeo, se po e bëjmë sikur ai nuk është. Fal se e bëj se s'po bëj gjë, po e bën ti. Më fal se po grim sallat, po kam grim sallat kot. Un thash zgjidhjen. Po dakord, mos zgjidhjen e... Se po ta jap të zgjidhje me protest, për arsye se ai nuk reagon, partia ti nuk reagon, qeveria ti nuk reagon, grupi parlamentar i ti nuk reagon. Ata s'do të reagojnë, çot popullit ti heqi, ti pastroj zyrat. Ti thua mos bëne, po kush më pyet patëm?
Para një muaj kishte kohë ta rikompozonte qeverinë. Nuk ka më kohë. Tani s'ka më kohë se lën amerikanët apo s'ka më kohë se s'do ta lënë qytetarët. Tani Por ta vllai dimë dashur, ne. ke hyrë shumë thellë. Ke hyrë shumë thellë, unë edhe të vetme fije morale që kishe, që e mbaj vetëm si dashnori i drejtësisë. Tani ke dalë, bë përballë më egër se kushdo kundër drejtësisë. Dhe i ke hyrë në pushtet drejtësisë. I ka rënë maska Ramës, Edhe brekët. edhe brekët edhe maska i ka E rënë. ti thu mua, po, si mendon ti? A sy për të parë kemi, mendje Ore, për gjykuar kemi. Sy kemi në, ore, Po. tani ne e dim, po ky edhe një pjesë thoshin që ky ishte njeriu që e donte reformën drejtësi. Po. E dashuronte drejtësinë. Atëherë ja ku erdhi koha e provës ku ai dështoi me sukses plot. Tani ka rënë maskat për gjithë. Prandaj unë po i mshoj kësaj. Shqyqyr që pas ka njerëz që dalin në protest dhe duhen i kurajuar. Nuk duhen në nxjerr tani çiçivia të jo po kjo kështu e kjo ashtu. Duhet solidarizim i të mirës ndaj të keqes. Kjo është gjë më kryesore sot. Romeo, Nuk mund të jetoj qetë unë, zotni, kur këta pinë një shishe verë, që është gati 2 fishit të ardhët mija në vit. Shu s'ka kështu. Ta pinë tani ditë, le mu pinë dhe nga 10 dita, se këta janë gabzhera të pangopur. atje ishte 3 milion euro, ata kanë bërë Edhe namin. atë verë e kam për vete këta. Të kënaqen se si talën mbi ne. Këta na pikan, këta shtojnë çmimin e verës që pinë, ndërkohë që ne Po që shkjo verë 33.000 euro, më Romeo, që bën Po ajo verë? inshallah, e kam thonë aty, mos u ngopshin, si që pinë verën t'i pi dhe Xalja këta, t'i marrë me vete. Xalja çfarë? Xalja është një morti e madhe, që t'i marri këta, kështu, këta nuk e di, domethënë, këta janë për te kafshës. Ti pi shishe vere, ndërkohë që ai spitali është në gjendje mjeruar, dhe me ato verë që ti pi në një shishe, nuk e di sa pensione janë atje. Ta janë të pa shpirtla. Po presin njerëzit për shpërblime, një gjonë, zotni, shpërblime, cilëmosh, se hoqen dhe rrogën 13, të bëjnë vit në ri, se nuk janë humor këta të firmosin, të bëjnë njerëzit vit të ri, dhe këta zota bëjnë vit në ri qeveri. Ta të rëzohen, edhe të poshtyen si nga ana figurative, për dhe nga ana faktike, se e meritojnë plotësisht. Se si ka lënë kusur t'i populli. Dhe të hypësh kalit arrogancës dhe babëzis, edhe kërkon të rish pushtet, jo, nuk ka më. Ka marrë fundër marrë. Romeo, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, fakti që drejtoresha e Akshit shkonte tek eminenca grije kryeministit që ishte Agasi, fakti që çdo takim përgjoj, fakti që këta vepronin si grup kriminal, rrëmbenin biznesmen, Grup kriminal. grup kriminal, Jo si, po, s'ka brira modelit e- kriminali, po nuk ka por- brira kriminali. Dakor, grup kriminal. Po, Mund t'jetë përgjuar dhe Rama në këto zyra. shpitare sa. Po si e Po ke mirë, parë të tani- grupin kriminal si fal, funksiononte, unë do të bëj- të nevrikos, të revolton, si vine një drejtoreshe Aksit që shpërndan dhe sot ka thënë ajo, unë tha vete për kafe misish, atje i thoshte atit që unë vetëm për sedrën, për më nxjerr ty keq e bëra. Kur i kupton, kur i lexon këto Romeo, se ti mbas i ke ditë edhe më mirë të gjëra. Se ke luftuar, qa shikon më but? Ne kemi fjalë të urtë madhe, nuk thot ai du t'i vodha, nuk thot pisi janë pisanjos asnjëherë, nuk më intereson. Mire këti, kush thot ashtu? Unë vlerësoj njerëzit jo nga ajo që thonë se janë apo do të jenë, po nga ajo që kanë bërë. Këtu tani është zbuluar çdo gjë. Ne kemi lënë organin e akuzës dhe gjykatën për të folur. Dhe ato na kanë dhënë një dosje lemëri. Tani kjo është ajo që ne nuk në arritëm pagat dhe ullet vlera çmimi paras
që nga fondi pagave që do na rrisnin ne, për rimbursimet e duhura që do kishim çdo vit me rënien e fuqisë paras, na i çojnë e bën investime për t'i marrë këto, për të dyfishuar çmimet e tendrave, për të ngrënë derri dhe dosa bashk. E dyta, mu mos mbaj përgjegjësi kryeministri për një ushtar të administratës thjesht, po ministrat nga varen direkt. Ma kthej përgjigje. Nga kryeministri nga varen. Po, drejtori i përgjithshëm policisë nga emërohet. Nga kryeministri. Se i kanë marrë aty telefonin. I kanë marrë aty telefonin. Kjo e akshit nga është emëruar. Nga kryeministri. Atëherë, ti se kupton që ky ka dështuar, ti këse hajnë dardat dhe ky s'digjën, është i pa aftë, është i poshtër, Po vajti 4 mandate, ma. është i papërgjegjshëm, mua nuk më intereson. Të treja këto pika janë në kurizin ton, edhe kanë zhbër edhe qeverisin ati, do shkruhet kjo qeverisje. Se zotëria ka qenë i dashuruar me vetëm për të ngelur një histori. Është e vërtetë. Do t'ja shkruajmë siç e meriton. Do t'i shkruajmë që ka qenë me krimin, do t'i shkruajmë që ka pasur edhe ministra kur ta hapet korruptuar, libri, po ta do t'i them shkruajmë që e futi ka- botën e llumit e i Po dha gjitha, pushtet. gjitha. Çdo gjë do t'i shkruajmë. Gjitha. Edhe kur të hapet Pa libri, ishte studenti Noli dhe Konicës, mor burr. Po të thot mor Romeo tani. Jam studenti Noli dhe Konicës. jo. Unë dakord, ai studenti kujdoj ai. Me çfarë thot, po le çka thon, nuk po themi çfarë. Okej. Unë menoj, nuk them jam studenti këtij dhe atij. Unë them, inshallah e meritoj të jem 1% besimtar. 1% shqiptar, 1% njeri. Po jam i sigurt që kur të hapen faqet e historisë nesër, të ai libri historisë, vetëm për ato aq që i do shkruaj aty sa ato faqe do të vinë era fekale do vinë. Nuk ka oratori që mbulon këtë mutësihane që ka dalë tu. Ti na shfrytëzon ne, familjen tonë e tjerë, e kujton se do t'ja hedhësh kështu. Unë nuk e di si do t'jetë përpara drejtësisë ai, po politikisht ai ka vdek. Edhe Ju është faj thoni Rama politikisht ka vdekur ka 83 mandate? Po ka 83 mandate më Romeo. Le vazhdoj me mandatet, ti marri ti pi ujin, para mbrapa buke, tjetër, ti zi ato Tani mirë. unë nuk e di ç'bëj të qeveri. Ai ka 83 toça kukull atje, që i ka marrë dhe nuk ka thënë një fjalë për të situatë. Po kur çot ky popull do shumëzoj me 0 mandatet. E s'kemi nevojë për kaq shumë deputet ne. Nuk kemi nevojë. Ne kemi nevojë për njerëz me integritet. Njerëz që nuk ditë lexojnë atje dhe pa çavur edhe karagjoz, domethënë s'kemi nevojë. Ka marr fund. Gjithmonë merr fund në dy mënyra. O kur e egzageron, o kur e mbyt dhe nuk e lë të zhvillohet fare. Ta egzageruar maskarallikun e tyre. Litari kputet duke ulluar, zullumi duke u trashur. Ju kput zullumi. Sa intervista ta kam thënë, zullumi kputet duke u trashur. Ju kput. Çdo natë ka fundin e saj, po vjen. Ky është fillimi i fundit tyre, se sa do të zgjasi, nuk ka rëndësi. Por mua politikisht ka vdekur. Politikisht Rama ka vdekur. 100%. 100% i vdekur në sytë e ndërkombëtarëve dhe Po shqiptarëve. dhe shqiptarëve dhe kombëtarëve bashkë. Të butallëja ende? Pra, Mund të shesësh interesat e Shqipërisë edhe shumë gjëra nga Shqipëria që të bësh një rol më të madh në politikën globale, po ja ku përfundon. Dhe ta thash atë historinë me Lepurin dhe Mariun. Ja ku përfundon. Do harrohet. Do harrohet. Mund të siguroj për këtë. Edhe atje do ngelin histori, do ngelin dokumentet zyrtare nga gjykata, prokuroria dhe ato që kemi thënë të themi ne të shkruajmë ne. Ai letëri atje, një histori, krah për krah, me Agasin, edhe me këtë shoqin e Agasit, që shkonte si lëpjet kokullur atje te Agasi. Ky është turp i madh. Ky është turp i madh. Ky është turp i madh. Romeo, patë mundësi ta Edhe lexoje. pa besueshme, unë kam njohur personalisht atë vajzën. 99 është turp që të fundoj kështu. Ka ndryshuar shumë kohë Turp i Romeo. madh. Ka ndryshuar shumë. Dakor, çdo njeri
Që ta mbash trupin drejt Romeo në jetë, ky është turpi duhet kesh karakter të fortë. Të përfundosh servile e njerëzve pa vlerë, pse qeka në menaxhues të krimit. Pa këtë bën qeveria. Menaxhon krimin për zhvatur para publike edhe në funksion të tyre zgjedhjet. E këto zgjedhje do njohim ne, që janë marrë me vende pune. Edhe me menaxhimin e krimit direkt. Ky është turpi i madh. Prandaj zgjedhjet do të organizohen nëse do mbikëqyren nga njerëz pavarur jashtë partive, me integritet. Romeo, në këto zhvillime, e patë mundësi ta lexoje dëshminë e Geron Meçës, biznesmenit, i cili thoshte më rrëmbyen, më erdhën me fenelina policie. Akoma nuk e kam lexuar nga materiali, nga fajli, sapo e kam printuar thash, por çfarë ka thënë media, po. Atë që ka marrë media këto ditë, se u bë disa ditë, u bë gati javë ca që flitet për. Është këtë po them unë kapën e shtetit. Prandaj po them nuk ka vend në botë, nuk e di, shtet të dytë europian në këtë situatë nuk ka. Kam dëgjuar për disa vende në Afrikë ku ndërhynte ushtria, për shembull shefi i shtabit të ushtrisë, ndërhynte edhe në pazare politike, po dhe ekonomike. Mbase vetëm një situatë e tillë të i kalon. Kjo ka ndodhur dikur në Kongo, për shembull, e cila në pjesën veri lindore ka dhe territore sa Shqipëria, çik më tepër që ka jashtë kontrollit. Ku bën pazar pjesa shtetërore me pjesën e dal nga kontrolli, i redentise, po i themi. Po ky është turpi i madh. Nuk ka në Europë rast të dytë. Unë nuk di, po shoh, nuk ka në Europë rast të dytë si kjo. Dhe që të funksionojmë, duhet të themi atë me gojën plot. Krimi dënohet kur zbulohet. Tani ne kemi në ato 33 kapitujt, ne kemi kapitull 23-24, që flasim për drejtësinë. Me çfarë po ndodh tani? Ne ngelim klasë me ato kapitull. S'po flasim pastaj që ata na kërkojnë dhe tregun, zoti Ermal. Tregun e lirë që nuk e kemi. Të drejtat politike nuk i kemi. Dhe pjesën tjetër, anë teknike, që nuk ka më vlerë. Pra, unë mendoj që Shqipërisë duhet një qeveri teknike. Jo disa ditë, disa javësh, pak më gjatë. Dhe ajo qeveri të ketë objektivin të realizojë ato kapitujt. Pra duhet një qeveri teknike të cilët ketë të përgatisi, po, duke bërë ato standarde, do të bëjë dhe standarde për zgjedhjet që tham, e të jetë garanci për forca politike që mos qahen nesër. Aq sa ke, aq marrësh, aq përfaqësohesh. Nëse ke një vokacion, të mos haj kur kush hakun dhe të shkosh atje, edhe drejtën. Në fakt, Romeo, SPAK sekuestroi në vlerën e 3 milion eurove shishet e verës të Agasit, i ala në monitorim doganës dhe policisë, shkon njeriu i afërt i Agasit, i merr brenda natës, as dogana, as policia duket sikur flin gjumë. Çfarë po ndodh me shtetin shqiptar dhe çfarë po ndodh me policinë? Patjetër, SPAK-ut janë kundërvon një grup i madh institucionesh që nuk bashkëpunojnë me drejtësinë. Ne kërkojmë që dhe kjo qeveria teknike të jetë një aleate fort me SPAK-un, me qasje krejt tjetër. Ta ketë primare drejtësinë. Prandaj po them, këta nuk e bëjnë më. Edhe për këtë arsye njerëz duhet çohen. Në padrejtësi nuk jetohet, Ermal. Nuk mund të jetosh i sunduar dhe i nënshtruar se kanë vendosur 4 gangster dhe 5 ministra. Ky është turp për ne. Pra do të jetë do t'i vëmë vetes një njoll, një popull mistrec jashtë kufive ti, edhe i pa denjë brenda kufive ti. Kaq pa denjë jemi ne? Të mbajmë si për kokës njerëz që na rripin për zgjalli? Këtu kampanat bien që
Njerëzit kanë vesh. Po. Unë nuk besoj se të lash në gjithë të përshkrim, të lash mundësi të thuash kjo nuk bëhet. Jemi të qartë se ku duhet shkojmë. Por ne duhet bindim njerëzit. Ajmë tepër fillimisht vrasin frikën. Frikën, dakord Romeo, të vrasin frikën, por duket sikur njerëzit nuk po kanë më besim. Se thonë, policia bashkëpunon me qeveri, ne i kemi gjithë kundër. Gjithë ata ti e bën përpyetje, unë nuk kuptoj. Edhe kur shohësh tani ti e di qëndrimin tim që unë jam aptazi kundër kësaj qeverie dhe ti e di më mirë, po tani do pyes. Unë mendoj që ne do jemi nesër protestë dy bashkë. Tani gjë. Po unë dal me kënaqësi me ty, ti e di, unë protesta jam i pari. Dakor, tani unë mendoj këtë. Se merr dhe çikrulli dhe ngre gishtat dhe unë pastaj. Po s'ka gjë, gishtat i kam ngritur para të tjerëve. Po dakor. Ne ngritëm formë V se fitore si ishte ne. Pastaj kishim 2 pika, liri demokraci, tani do shtojmë dinjitet, drejtësi, si ekonomi. Po dhe vllazëri. Edhe vllazëri, po, është vërtet. Unë nuk çohem kundra një njeriu të ndershëm, pavarësisht çfarë kostumi politik ka, dhe këtë kanë bërë me të rjetën, nuk e kanë bërë vetëm sot. Si kanë parë njerëzit me syze politike. Prandaj kam qenë i papranueshëm për formacione politike të cilat shkojnë ata sa ai që e ndan popullin në parcela, për mua ai është armik i popullit. Dhe jo vetëm shqiptarëve, por kushdo dhe i huaj tjetër, që jeton në Shqipëri, duhet të ketë ai drejtat e tij. Se është qenë njerëzore. Pra, jo vetëm se është shqiptar, po këtu vetëm edhe brenda PS-s ka dallime. Kush është në klanin e këtij ministri apo kryeministri apo këtij gangsterit, ha e pi, këta të tjerët numëron topin, vë rrogën se të heqim ne. Do e kapim të ministrit, thoshe, do i fusim çunat. Po e karmër ti, Ermal. Gangsterit nuk i thot njeri ku po shkon e çfarë po bën e sa po merr. Ati tjetrit edhe kur i flet ai s'kam kohë të pres, i thot. S'kam kohë? Po. Se bën si Trump. Spurdhjakët, s'kam kohë të pres. Ose po me gangsterët si sillen këta Romeo. Po ose me krimin, se kjo fjala gangster. Me gjuhë popullore, jo. Kush është servil me e prorët, është legen i poshtë dhe arrogant me varësit e tij. Kupton? Unë ditë pa të që më the, jo po sikur, edhe kur komentojnë të libra fetar, e ke edhe në Kuran, kjo është libri funit që i veka pakun gjithave, se s'ka dalë më, nuk ka zbrit më në profet tjetër, e në libër tjetër. Ata që duan të nxjerrin një shkla, ata kapen ke ambiguitetet. Ne po flasim për parimet që janë të thjeshta, të qarta e të sakta. Kur thot popull mirë, pastër, bukur etj, qartë, bukur. Tani këto parime, kjo mënyrë folur të thjeshtë, pa e ndërlikuar, ne flasim, nuk ka protest me 1001 kërkesa. Ka ato 5 kërkesa, 10 kërkesa, 3 kërkesa, nuk ka rëndësi. Po mendoj, krye kërkesa është e rëndësishme, drejtësi. Kush lufton për drejtësi, lufton për dignitet, edhe për prosperitet. Drejtësi në ndarjen e të ardhurave. Drejtësi në shpërndarjen e pasurisë. Drejtësi ku pika kryesore dhe më emergjente është ai që është në hall, dhe jo oligarku barkder atje, që e pi verën në një vakt 30.000 euro. Po ai mund pi 3 shishe më. Po të pish ti 99.000 euro apo 100.000 euro në ditë, që unë si kompani e me dylbi. Jo vetëm ti, edhe unë si kam parë. Po çfarë si e kam, unë po flasë për gjithë. Po dakord, si kemi parë gjithë, se ne, si këta gjithë të kemi, që na ndjekin. Të pish ti tani i 100.000 euro, e të vdesim ne, se të pit, po mos qoftë kjo botë e kjo Shqipëri. E ky shtet fundërin që ka arrit në pikën që trash zullumin edhe vretë mirën me meritokracinë. Ku i ke? Sa fatkeq që ndjen veten njerëzit që janë të drejtë me karakter, me integritet, e që kanë detyruar të hikin jashtë. E të mbytën këta në kanalin e Lamanshit për bukën e goje si kanë lënë atje. Po të çojmë këta, ti edhe këta atje. Që as peshkaqeni nuk i ha, si Elmon. Janë toksikuar komplet.
shpirtësinë të politikës shqiptare. Kështu që këtu është emergjente Ermal, nuk ka më. Sot të çohen, nesër të mos ketë më. Edhe shqiptarët bin dakord, ajo qeveri teknike t'i çoj ku duhet. Të luftoj kriminalitetin si nuk ja u merr mendja këtyre, e të ketë lëvizje të shpejta, reforma të shpejta. Po dhe të siguroj edhe një ligj për administratën, që njerëzit mos votojnë për një vend pune për ta mbajtë, e mos votojnë për një vend pune për ta marrë. Po, është vërtet kjo. Kush e meriton të shkojë, ama të gjitha që ndyen duart, të gjitha ata që manipuluan, të gjitha ata që u bën zëllonës interesat të krimit, në jetë mos punojnë më në këtë administratë. Ke shumë të drejtë në faktu se kështu e përjashton. Romeo, punën e Spakut me Akshin, me Ballukun, duket sikur ka bërë një punë shumë të mirë deri në këto momente, të paktën nga këndvështrimi im mos jam profesionist. Por fakti ka goditur në zemër të kryeministrisë. Ramës i ka bllokuar frymarrjen për momentin. Vet Altin Dumani e ka firmosur shkresën me dorën e vet për zonjën Balluku, në anën tjetër në Aksh kanë hyrë fuqishëm dhe kanë zbërthyer çdo gjë që ka ndodhur. Si e ke parë këtë çështjen e punës Spakut dhe këtë goditje që ka bërë Spak në zemër të kryeministrisë? Maskarajt frymëzojnë korrupsionin. Ne duhet të frymëzojmë drejtësinë edhe mbi të gjitha këto organe të reja drejtësisë ku është Spaku dhe GKO-ja. Pra, unë e shoh si një punë të lavdërueshme, shumë të mirë profesionale, po dhe kurajoze, edhe të lodhshme, se po shohim që çdo çështje ka vërtet qindra faqe relacione në fund edhe vendime, por janë produkti një pune që të 10 mijëra faqe të mëparshme. Pra, unë kam vetëm fjalë të mira për ta dhe suport me gjithë shpirt e zemër për të strukturë që të vazhdoj në këtë rrugë, domethënë. Është edhe ai motiv i protestës, që nuk ka pas protesta me motiv deri dje sa duhet, edhe motivi erdhi nga këta. Zona e zotëri që janë aty brenda Spakut, që bën një punë për t'u hapur syt njerëzve dhe për të hequr dilemat dhe për treguar një realitet që është tamam si ajo thonja Emanuel Kantit, nëse vërtet ai vreta, atëherë le të vdesin. Ky është një realitet i cili do ndaj shapi nga sheqeri. Dhe nuk është realitet si retorik politike, po është me fakte dhe prova nga një organ ligjor i akuzës, po edhe i gjykatës. Edhe i gjykatës. Po gjykatës e ka parë të nevojshëm gjykata kur ka vendosur dhe masat e tjerë. Ka vendime që janë marrë dhe besoj Romeo, e ketë të fundit. Mund të përsëritet rasti i Ballukut si rasti Ametaj, sa mundsi mund të ketë? Për çfarë mund përsëritet si rast? Që edhe zonja Balluku, nëse mendojnë që pozitat i ka të vështira, të largohet nga Shqipëria, edhe pse është bllokuar pasaporta. Mund të ekzistojë si mundësi? Pra mund përsëritet rasti Ametaj, se vetë zoti Ametaj u largua, iku. Tani na jep leksionin Azisra. Kam një shok të vjetër në Gjermani, i cili kur ishte i ri në fillim viteve 90, ishte në pazarin e Brukselit, isha me gjithë një djalë, tha, sportista i tjetër me tuta, ishin pas një lek, tha. Çdo ditë dieli aty në një cep në qendër Brukselit, bëhet një pazar të fundjavës. Edhe aty tha ishte një grek tha që kishte një kështu me pula të pjekura, tha. Dhe kishte ngel pula fundit, tha. Na haj, tha, para s'kishin. Unë i folja atij greku, tha, ky shoku i me mori, tha, ata dhe futi këtu, tha, me atë lyrën e kthe kokën greku, nuk e shef pulën e pjekur. E tha, ku vajti pula, tha. Ai edhe nuk dinte mirë frëngjisht, tha, pula sarapata, tha, dhe bëri krave kështu fluturoi pula. Kur fluturon pulë e pjekur, gjithë fluturojnë mëse. Kështu që kjo varet në çfarë gjendje je. Kur je uritur dhe pulë e pjekur fluturon. Kur je në hall, çfarë nuk ndodh? Çfarë nuk ndodh? Kështu që Romeo,
në këtë situatë, e shikoni që spaku mund të hyjë dhe në zyrën e kryeministrit pasi hyri në zemër? Po ne, ajo gjykata kushtetuese do ta mendoj mirë që do vendosi. Patjetër, nuk ka qeverisje pa mbikëqyrje. Qofse gjykata kushtetuese Çfarë statusi është ky? Ka status veçantë? Qofse gjykata kushtetuese me një vendim tjetër, Romeo, përplaset Rama me smakun, siç po përplaset tani, edhe më fort. Nuk ka më këtu ka një popull që ka dalë. Ne po flasim për nesër. Po ky popull zot presim më, zot presim gjykatën kushtetuese ne. E nuk e di se nga ato ka qenë gjyqtar tamam sa nuk kanë punuar. Kemi çuar njerëz sipas interesave politike atje. Do i bën institucionet normal, se është faj këtyre që jemi këtu ne. Unë të kam shokë e mikët dua shumë, po nesër nëse jam atje edhe jap vendimin në emër drejtësisë, as ty nuk njoh normal. Do më vi keq që të ndodhi diçka, pas ty nuk njoh. Jam shumë dakord se aty. Po kjo drejtësia është provë shumë e rëndë. Po. Njësoj, një standard, si tek i largëti, që se ke gjë dhe tek i afërt. Prandaj thot ai, ku ka konflikt interesi, mos merr pjesë në gjykim. As si armik, as si mik. Ta ka dhënë drejtën ligji dhe je i larë, je më i qetë. Kështu vëlla. Nuk ka më, këtu ka vetëm një zgjidhje, të çohemi. Nuk më intereson se çfarë mendon ti, a je socialist, a je demokrat, a çfarë je. Mu më intereson që ti çohesh për drejtësi. Çohesh për hallin e përbashkët, çohesh për vendin e përbashkët, për dinjitetin e përbashkët. Nuk ka zgjidhje tjetër. Është kohë të bim vërdall dhe rumullak, çdo e keqe ka një të mirë. Kjo e keqe e plasi. Ishte shumë e rëndë, ka ndodhur. Se kështu si flika më rahat, unë kur marr vesh që ka bë batardia. Ta më kam vujt unë dhe fëmijët e mi që jetojnë këta në këtë luks, unë viti shqyr me duar më. Romeo, do e zbërthejmë bashkë atë dokument apo atë dosje që do lexosh nga. Mi jep 2-3 ditë kohë. Po 2-3 ditë dhe mendoj që aty ka vetëm prova, po thelbi është kjo që kemi thënë. thelbi kjo që ka thënë, po në sensin që edhe nuk i le pa lexuar, to. Jo se vën diskutimun edhe profesionin, por edhe guximi jot se ke i artikuluar, ke kaq vite që artikuluesh për pa drejtësi që i do të vendit dhe këtë nuk e mohoj kurrë unë. Romeo, Zoti Dumani zyrtarisht e kaloi stafetën te Klodian Brau. Shkurtimisht një pyetje të fundit. Zoti Brau si skrapali tani. Edhe këtu jym dhe pak. Mendoni që do të veprojë me një grusht të ekur? Se çka kanë skrapalit? Po në përgjithësi koha ka treguar që sa herë vendosen skrapalinja ata udhëheqin me dorë të ekurt. Gjenden momente kyçe. Ti ke edhe dy shok, gjysmë skrapali. Ore, unë jam vetëre. Jo. Ke shok Martin Karan edhe Nea Karan që janë gjysmë skrapali. Po jam dhe vetë thashun. Po dhe vetë ashtu jam, çfarë them? Mos u mërzit skrapali. Po jo, nuk mërzitemi ne, po unë po të them që unë mendoj që do të jetë në vazhdim kësaj rruge, bile mund njëoj dhe arritje të reja, Dumani bëri punë shkëlqyer. Një njeri i cili ka gjetur motivim edhe tek vështirësitë. Kjo është karakteristike e besimtarëve. Pa besim, unë s'do kisha mbijetuar fare mbase. Do kisha bërë mbase zgjedhje të tjera. Por ata njerëz që marrin përgjegjësi, e sidomos publike, o sidomos para Zotit, se unë ati lartë jam betuar, nuk jam betuar shqiptarëve në herë, se s'kam pas mundësinë edhe arsyen deri tani. Po kur kam thënë kësaj pune kam hyrë për i Zatë Zotit, kam gjetë motivin dhe tek presionet, vuajtjet, lodhja apo çdo gjë tjetër. Romeo, nuk do të dakord, ne kemi stresin sa që ndodh diçka e keqe, por e gjejmë prapë ekuilibrin dhe shohim përpara. Nuk është më dinjitoze për shqiptarët të durojnë më. Punën e Altin Dumanit si e vlerësoni? Të shkëlqyer. E vlerësoj me shpirt dhe me zemër e me mendje si punë shkëlqyer. Tani në fund mbaroi, tani meriton. Thash, me shkronjë të arta ka shkruar emrin e tij në atë institucion dhe në historinë
drejtësisë shqiptare. Besoj se dhe bravo të të eci një të njëjtën rrugë. Struktura nuk do të ndryshoj kurrë. Romeo, struktura nuk do ndryshoj kurrë. Donald Trump firmosi për Ballkanin një akt i cili hyri në fuqi dhe kishte pikat kryesore, marrëveshjen e Ohrit, marrëveshjen e Daytonit, fliste për Kosovën, fliste dhe për Shqipërinë. Dhe në fokus Shqipërinë thoshte kush janë personat që minojnë demokracinë, që favorizojnë korrupsionin, bashkëpunojnë me grupet kriminale dhe cënojnë interesat amerikane duke prishur stabilitetin në Ballkan. Sekuestrim pasurie dhe një listë tjetër me ndalim vizash ose non grata është një paralajmërim tjetër që i vjen politikës shqiptare, grupeve ekonomike dhe grupeve kriminale? Administrata e Trump ka rikonsideruar qëndrimin e saj për Ballkanin perëndimor dhe e shohim në vazhdim të qëndrimeve, pra amerikanët nuk ndryshojnë lehtë politikat e jashtme, edhe pse pati shumë të reja qeverisja Trump, në lidhje me Shqipërinë nuk ka ndryshuar asgjë, bile është forcuar qëndrimi i tyre kundër krimit, korrupsionit dhe destabilizimit të këtë rajon. Marrëveshja e Daytonit ka të bëjë me Bosnjën, Prespa dhe Ohri kanë të bëjnë me Kosovën dhe Maqedoninë, dhe dihet që krimi dhe korrupsioni janë katalizator dhe për ndihmuar destabilizimet që vijnë nga faktorët jashtëm dhe atyre politik. Kështu që shpresoj që ta shpresojnë dhe më tepër qëndrimin e tyre dhe të bëhen konkret me këtë krim që ka hedhur thonjt dhe ka titësuar pasuritë e shqiptarëve, po dhe në strukturën shtet. Dhe mendoj që dekriminalizimi i shtetit tani dhe i partive politike është një kërkesë imediate. Ne i njohim, po del çdo gjë po del në dritë, e vërteta po del në dritë dhe nuk mbulohet më asnjë lloj oratorie. Demosteni ishte shumë orator, por nuk e shpëtoi Athinën nga sulmi i Aleksandrit. Dhe nuk besoj se do ketë një morator se Demosteni dhe Ciceroni. Pra përballë vërtetës, çdo demagogji, përballë vërtetës, sado i aftë jesh, e vërtetat vjen si shpollë ftohtë. Oratoria të ketë brenda, bie, rënohet dhe të ketë në të kundërt. Kjo politik, përfshi dhe Ramën personalisht, ka një inflacion fjalësh, po dhe të veprave të këqija. Unë nuk di çdo të bëj mend shqiptarët të mirë nga këto 2-13 vite qeverisje. Përveç talljes. Unë nuk di. Lënia e vendit, shpërbërja e vendit, tentativa për të shkatruar familjen, etj, to të mbajnë mend. Korrupsioni i pa imagjinueshëm, krimi po ashtu, unë nuk di çfarë të mirë të mbajnë mend. Dhe këtë e bëri një njeri që unë mendoj që ka pasur dikur një dëshirë për të lënë një gjurmë në histori, po e la për keq. E la gjurmën, po e la për keq. Dhe shkaktari s'mund të jetë zgjidhësi i pasoreve të tij, i dëmëve të tij. Është nonsens, nuk e pranon logjika njerëzore, i njerëzimit. Prandaj duhet të vi ajo qeveria që unë them, të ndaloj rënien e vendit në pozita dhe më të këqija, domethënë. Sa më shpejt aq më mirë do jetë. Romeo, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Dhe i siguroj të gjithë socialistët ta dinë mirë se si qyshe tek nuk ka rëndësi, por kjo fjala ime është e vërtetë. Edhe me faktorin e kombëtar. Këta nuk kanë më mandat 5 për këta.
Tas po mandatin e 4 e kanë shumë. Të mbledhin mend të kokës, e ju kthefshin mandatin, i them, brenda kokës se me këtë gjëm nuk ka mandat 5. Po të çohen për drejtësi që të bëjmë një vend të gjithë shqiptarëve me një standard. Mandat 5 nuk ka. Edhe po mos pijen këto verat me këtë çmim, do ketë parat jetojnë gjithë e të ardhura, e mirëqenie edhe një lloj garancie për të ardhmen. Është vërtet. Ashtu. Të bëjmë një vend për të gjithë. Po mandatin e 5 ta harrojnë një herë, kështu. Këtë e them me garanci të plot. Dhe mendoj diçka them, pse them. Se i mba me shpresa pasha i madh, por nuk ka më. Ky është fundi. Nuk vjen me shkrime, siç na vjen ato filmat e vjetër më të mëdha, fine, thosh italiani. The end. Is this the end? Game is over, thonë, kjo punë ka marrë fund, edhe ti ke qenë kur i them në gjermanisht, das is vorbei. Unë të falenderoj shumë, Romeo, për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj të interviste dhe për të diskutuar në fakt mbi një nga problematikat, se tani mendoj që ne do shikojmë edhe të çmendurira në analitike, sepse ata që kur të përplaset Rama me Spakun, do jenë keq një pjesë që e mbroni Spakun. Ne jemi qenë politike, qytetar përgjegjshëm, ja japim vetë përgjegjësitë vetes, ne do udhëheqim me shembullin tonë në protestë. E shohun që për protestë po në hanë kamë, po presim edhe pak. Kështu që nuk me të presim parë me të nuk bërë. do vinë ftesat nga lart. To janë ftesat. Po tha zëri brendshëm, mendimi e çdo gjë tjetër, edhe barku, se këta të pinë verë ne Po, jam shumë dakord. ujë lethize, edhe ato gjithmonë s'ka aty. Romeo, unë të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndjek live këtu në Antena Televizion në emisionin Sinjal me mua Ermal Peçi, duke falenderuar secilin për ju që na komentoi, na ndoqi live edhe bëri subscribe, e shpërndau nëpërmjet telefonit në diasporë tek miqtë e vet, një share mjafton në YouTube, e kaloni në WhatsApp dhe të gjithë miqtë tuaj në diasporë kudo që flitet shqip, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Angli, Gjermani, Itali, Zvicër, Finland, Danimark, kudo që flitet shqip, Greqi, mund ta shpërndani dhe mund na komentoni. Mos u largoni nga Antena, ndiqni emisionet tona, subscribe, regjistroni dhe unë falenderoj secilin për ju që na mbështesin. Nga unë Ermal Peçi, natën e mirë dhe mirupafshim.